Prej tyre syt lot i ka nga gëzimi që është Bedri Hamza kandidat për kryeministër, nuk e besoj që ka mundësi mos me qit vot për Bedri Hamza. Po thupje mushën syt me lot qytetarëve kur pa fol Bedri Hamza. Nga gëzimi, po, të gjithëve. Nga gëzimi që po na vjen Bedri Hamza kryeministër. Gëzimi madh, shumë gëzimi madh për Kosovën. Bedri Hamza, kryetar i PDK-s, kryeministër i arshëm i Kosovës, njeri i meqëm. Bashkëpunëtor i Mashaltitës, ka bojt edhe stafetën në përkrejt Kosovën, e ke pa kam të gata që ka të ladru, të bojt stafetën. Po kë njeri me orë këtë apështën Kosovën, njeri me shkollë, i meqëm po, komunist po, tetest po, shka po të vynë maj mirë se kë Bedria, veç atë din kush më kalëzu shka, kush mundet me konë maj mirë se kë, asnja, kë është baba i politikës është kë, po lumë natë që kë me orë kryeministër, po jo do të me kajtë, po do të me këcy pe urës njeri, pe gëzimit. Po jo kë më bon kryeministër, jo kush. Lete, Albini, Jaramushi, këta më tatë lëdëkës. Qfar ti? Kë do të me konë i pari. Njeri meqëm. Kë a konë edhe sekretari partijës atëherë. Kë i din politikën. Njeri që ka boj stafetën edhe ka kënu druzhe Tito. Jo, bre, kjo është me shkollë mëqme. Kë i din sanet. Këta trit, Albini, shka din kë, Jerio kë, farte. Ish ministri i AK-s ofendon Aran Mërgatën. Ngone që ka thëtë. Pe haqë të tokë edhe qëta bukë, pe haqë të. Nuk ju marë se kur të atje me shkue, me pastru toaletat Gjermani e me ishit me në Kosovarve që qysh do të me jetue. Se jem lodhë, bre, ja është e lodhës me kjo që ka po bënë jo. E shihni vetëm pjatën i ju për para, nuk e shihni interesën e trukë jam. Absolutisht se pe haqë të tokë. Që ka me thonë? Për me i kalëzu këtina që na jem krenar që pastrujmë edhe WC, pastrujmë edhe ku me diqka, gjithë shka që na ipët edhe na paguët, na me krenarie bojmë se ketë njerësën të në qëjmë që atje në Kosovë. Që kë njeri me hongër, që ka hongër për 20 vjetë, edhe na jem krenar që bojmë punë edhe ma të këshijat në ashta. Ama do punë nuk i bojmë, ka 200 hektar tokë na nuk i kena vje sukur kë, që ako 20 vjetë ministre, zavens ministre, këshiltare që ka pëtjone. Nuk kena bashkëpunu me Radojqiqin, që shka bashkëpunu kë, e na për këtu jem krenar mërgata. Nuk kena bo biznes me lisën serbe, na jem krenar për këto punë. As nuk kena shku në Bruxelles, e në Minhen, e në Paris, me ka 20 pevaqica, na jem krenar për këtë punë. E ti, dosti mirë, je lodhë, se të ka lodhë Albin Kurti, që 5 vjetë je në pozit, tash je lodhë shpirti dënë me dalë, po s'kem shka me të bona, se ti na ke hongër 20 vjetë, e na u patëm lodhë prej ti 20 vjetë, ty tash pse lodhë që 5 vjetë s'kem shka me të bona, se tu ka nëllë të gjia, për që ata e shanë mërgatën. Po, mërgata është qa që meshme dhe din kanë me votu, që do të AK-n me qu të shpia urgentisht. Komplet AK-n, se krejt AK-ja menojnë së kur që kë. Ngone opozit kushin i ju të vërtet. Vesh ngone. PDK, LDK, AAK dhe AKR me 21 vota e votuan projekt ligjin për amnisti që i fali krimet e strukturave kriminale. Hajde patriota, hajde.
Këtë interes të Serbisë dhe të kriminalëve serbë, krerët e këtyre partive në pushtet e patën cilësuar si interes të vendit e të qytetarëve të Kosovës. Ish kryeministri, në nënshkruesi marrëveshjes së prillit, Zaev Nicës, e pa përshkruar ligjin si akt të rëndësishëm dhe të nevojshëm politik. Atë e pa të ndjekur me nga një fjalem vartësi i tij si ministri i drejtësisë Hajredin Hushi, komishi i PDK-s, Aki Demolli i LDK-s dhe Ardian Xhili prej AK-s. Pra, në ditën ku shënoi genocidi i Srebrenicës, në Kosovë miratoi amnestia kriminalëve e strukturave që kontrollohen nga Beogradi, kurse qytetarët lëvizjave Çka më thonë juve? E jo po më lëpni vot mu, po më thoni hajde vota mu. Pa nuk shkon për kështu, patriota. Po s'mon me të votu të jo burë, kër i ke fal shkit, kër i ke fal kriminella që kanë vra nana e prende, thmije, grahe, gjithë shka që ka dalë për para i kanë vra, i kanë masakru, edhe ti ke fal, e une me të votu, kur njët heq, nuk ta fali as ty as atyne. Ama me votu kur heq, harroj e këtë punë, se ju i një hajna. Hysen Berisha me deklaratat forta të mbrojtash PDK-n e të mbrojtu që kën. Ka arru që ashimi i theke bashkubu, i theke mercenart pagun me pare. E tash kë del e ta mbron në që kën, e ta mbron PDK-n. Milionieri për 4 vjetë i kish bo 5 milion. Kë kur njetën e vetë nuk ka pas uniform të QK-s në trupin e tina. Kë e djenë shumë mirë. Propagandusi ma i keqi kundër QK-s janë konë bosh qëta që sot dolin e mbrujnë QK-n. Këto e din krejt PDK-a. Do komandanta se kë kryetari PDK-s që është kë tash që akon kryetari i Partijës Komuniste në Mitrovica atë që ka bojt stafetën a i s'din, normal që a i s'din, ama do komandanta e din shumë mirë. Kush akon kë, kush akon do tjerë atje në Beramcorë. Sa propagandën e kanë bon kundër QK-s, që ta të njëjtët e sot del këmshitet patriot, edhe në shon neve të vetë vendosës, a kë pedini që kë kur nuk o kanë në QK. Kur uniform të QK-s nuk ka pas. Kur një shajt të QK-s nuk ka pas. Edhe del në thatë njëve na jena me shki. Qka me thonë? Qysh me adhonë votën ti njerit, hajtë. Vesh kalzonëm qysh, se pa e adhonë nuk e lanë, po qysh me adhonë votën. Ku e din bre krejt, qëta bëllit, qëtat për dykës e din shumë mirë, Ramushe e din shumë mirë, AK e din shumë mirë, qëfar propaganda e kanë bon këta kundër QK-s. Në kohën e luftës. Në kohën ma të shtirë. E sa del, për që ata PDK përshkën të poshte, AK përshkën të poshte, LDK përshkën të poshte, se kanë përzi njerës me zveti. Merë atina, merë këtina, jep këtina, jep atina. Jo, nuk shkon shto. Na nuk hajmë barë, nuk harrojmë ka shpejt. Edhe PSD-ja i ka ardhë rani me poshtërsu opozitën, AK-n, LDK-n e PDK-n. Kështon jo, na jena në garë për vendin e dytë me PDK-n, deklarata tyne PSD-s, se me di që dalëm të 4, të 5, në sina në garë heq, këshin thonë. E vetë një onë thët për AK-n, jo, thët AK-a, thët u kry filmi saj, ata se kalojnë, LDK-a, thët asa ata se kalojnë, si të ndarë në 3 parti, normal që s'mujnë me ka përcy. E thët, në qëse është gara e fort, kena me konë garë me PDK-n për vendin e dytë. Thash këqëre mërë sot fort atë PSD-s. Prej vendit 5, 6 ku e në konë atje, me dalë vendin e dytë. Kjo është me përshtërsu opozitën mërë. Se nuk përgudzojnë me thonë, kena me mujtë Albinin, ata të meqëm. Ata s'pëthojnë kena me dalë të partë, po kena me dalë dytë. Amo, ma dhemëtën edhe këta të opozitës me thonë drejtë,
A din PS2 për vendit 7 atje me dal vendin e dytë, a i një konoj opozit, për dëkë, lë dëkë, a kë, kujni, kini hu krejt mërë që ka në shpune ju i shto, quaj mërë pak, livretni mërë pak se marë për juve, ku kini ra PS2 me baj gare me juve, ja,